Sot jemi jashtë radhe, është ditë e mërkurë dhe jam në bulevardin Dëshmorët e Kombit, po afrohem tek protesta në ditën e saj të 11 për të përcjellë edhe disa momente nga protestuesit. Në të dyja anët e bulevardit, do kisha dashur ta bëj live nga YouTube, por shoh që edhe valët sa afrohesh drejt protestës fillojnë dhe paksohen në celular. Shpresoj që të dëgjohet diçka, sepse ka shumë zhurmë. Si je? Mirë? Si kalove? Edhe kolegët e medias na përshëndesin. Falë pak? Falë pak? Vai pra cima, Brunão, velho.
pak. Por shpresa vdes e fundit. Fal pak. Fal pak lutem. 128 vite më parë në Prizren. Fal pak. Shqiptarët të bashkuan Fal pak lutem. për të mbrojtur ekzistencën e kombit. Fal Sot, pak, në lutem. 2026, në lidhje shqiptare të Tiranës, Fal pak ju ne lutem. po mbrojmë të ardhmen e saj. Fal pak lutem. Fal pak. Fal pak lutem. Dhe unë besoj Falësh pak, se lutem. kur shqiptarët bashkohen për një ideal, as kush nuk i dal, as frika, as propaganda dhe as pushteti. Fal pak. Sepse nuk ka forcë më të madhe se një popull që shohet për liri dhe dignitet. Jemi në zemër të Rrofë vërtetë. Shqipëria e shqiptarëve, Bashkë. sot e bekov Shqipëri kudo që janë, sot ju bekov të gjithve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve! Jo e tratarëve! Jo e tratarëve! Fjalimi djalit para me ishte jashtëzakonshëm, vetëm me diçka si jam dakord që thamë nuk do të mësoni pritin rrallë. Përfitoj nga rasti që them gjithë që po presin, janë pa fund njerëz që duhet flasin, duhet presin rrallë, ka shumë njerëz që kanë folë dje, ka shumë që do flasin shot, do flasin nesër, për ditë jemi këtu për t'ja shprehur në sy kësaj qeverie që duhet të largohet 1 minutë më parë. Rama Bur Berisha Bur! Të tjera, jemi këtu jo vetëm për të folur bukur, po për të treguar ardhën e vërteta. Kjo zoj nga Tizat di që kërkon fjallën dhe me zi pas shumë ditësh i erdhi radha. Vëllezër dhe motra shqiptarë, kudo që jeni në përbër, paqja e Zotit qoftë me ju. Pa dalim feje, krahine, ideje, gjurimi politik. Shonë të ky shesh ka shfaqëzuar një fjalë, po thënë në breza, ky kom nuk bëhet. Po vëllezër dhe motra, ky kom sot është i parë. Ne Largohemi pak më tutjet, shohem se deri ku arrin numri i protestuesve. Nove mezza. Po kaloj mes për mes protestuesve për t'ju treguar edhe numrin e tyre, është pak e vështirë. Ka shumë të rinj, i shikoni vetë, s'ka nevojë të bëj komente. Ka dhe nga këto pankartat të cilat janë bërë dhe meme në prarria të. Fal pak lutem. Orion, Olegan, Rideravo, Sepovian. Ja dhe flamingot. Jemi diku tek piramida, por unë do ecë deri në fund bulevardit, deri aty ku do jetë edhe protestuesi i fundit.
erdhi? Ja, po xhiroj. Po transmetojmë protestën Ku do i dërgosh mos? në YouTube. Në YouTube, Po. Mo, si e? Kjo pjesa më e bukur e protestës. Se nëse ke po qokën. Fal pak lutem. Po e kuptoj çfarë po ndodh këtu, e ka brohërima. Blokojnë rrugën po. Rrugën e mirë bën. Po. Çfarë do bëjmë? Ka ende njerëz që po vinë këtej nga sheshi Skënderbej. Ndash jam u përpara Hotel Dajtit.
Ja, nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, ju mundova t'i përcjell pak nga protesta e ditës së sotme, dita e 11 prak, këtu përpara kryeministrisë, dhe bashkë shihemi nesër në një vlog. Bukshi, kupton ti ç'bëhet tu ajo? Mos u habit fare ti. Çemal, hap.